Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për Shkodrën Ramir Haderi është dënuar nga persona ende të paidentifikuar në një ngjarje të rëndë të regjistruar mbrëmjen e së njëjtës në lagjin Fari Ramadani në qytetin e Shkodrës, pranë banesës së tij. Sipas informacioneve paraprake, Haderi kishte vetëm pak minuta që kishte përfunduar një mbledhje me stafin e institucionit që drejton dhe më pas ishte nisur drejt banesës së tij, kur është sulmuar nga dy persona. Mësohet se autorët e kanë goditur me sende të forta, duke i shkaktuar plagë në pjesën e kokës, pranë vetullës. Më njëherë pas incidentit në vendngjarje, kanë bërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Zona ku ndodhi sulmi është kontrolluar nga efektivet, ndërsa po verifikohen edhe kamerat e sigurisë në afërsi të vendit ku ndodhi ngjarja. Pas marrjes së ndihmës mjekësore në spital, Ramir Haderi është larguar dhe aktualisht ndodhet në banesë jashtë rrezikut për jetën. Burime paraprake bëjnë me dije se gjendja e tij shëndetësore paraqitet e stabilizuar. Hetuesit dyshojnë se dhuna mund të ketë lidhje me detyrën që ai ushtron si drejtues i AKU-s në Shkodër, ndërsa pritet që dëshmia e tij të ndihmojë në identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e motiveve të sulmit. Ramir Haderi ushtron detyrën e drejtorit të AKU-s në Shkodër, që prej muajit prill të vitit 2024 dhe prej më shumë se një viti drejton institucionin përgjegjës për kontrollin dhe sigurinë ushqimore në qarkun e Shkodrës.